Kryeministri britanik Keir Starmer u përball me një seancë mjaft të tensionuar në Parlamentin britanik, ku opozita kërkoi dorëheqjen e tij lidhur me dështimet e supozuara në procesin e vettingut për Peter Mandelson. Debati u ndes pas dëshmisë së ish-zyrtarit të lartë, Sir Ollie Robbins, i cili zbuloi se zyra e kryeministrit kishte ushtruar presion të vazhdueshëm për të përshpejtuar dërgimin e Mandelson si ambasador në Washington, pavarësisht paralajmërimeve serioze për sigurinë. Gjatë përballjes, Starmer u mbrojt duke argumentuar se zyrtarët e Ministrisë së Jashtme kishin miratuar lejen e sigurisë për Mandelson pa i njoftuar atë për rekomandimet negative të trupës së vettingut, UKSV. Ai deklaroi se ky ishte një gabim serioz gjykimi nga ana e administratës dhe mohoi kategorikisht se ka pasur presion politik mbi procesin. Sipas kryeministrit, ai u vu në dijeni për flamujt e kuq vetëm pasi emërimi kishte ndodhur, gjë që çoi edhe në shkarkimin e Robbins javën e kaluar. Nga ana tjetër, lideri i opozitës, Kemi Badenoch, hodhi akuza të rënda, duke thënë se Mandelson ishte një marrëveshje e mbyllur që përpara se të kryeshin verifikimet. Ajo theksoi se veteranit laburist i ishte dhënë akses në dokumente tepër të klasifikuara, përpara se të merrte certifikimin e duhur, duke e cilësuar këtë si një rrezik të hapur për sigurinë kombëtare. Badenoch e mbylli fjalën e saj duke pyetur nëse kryeministri do të marrë përgjegjësinë për këtë shkelje të procesit dhe të japë dorëheqjen. Situata është ndërlikuar edhe më tej nga ndërhyrja e liderit të liberal-demokratëve, Ed Davey, i cili kërkoi sqarime nëse zyra e Starmer kishte lobuar në mënyrë të parregullt edhe për poste diplomatike të bashkëpunëtorëve të tjerë, si Matthew Doyle. Ndërsa presioni rritet, qeveria e Starmer po përpiqet të menaxhojë dëmin politik të shkaktuar nga lidhjet e Mandelson me figurën e diskutueshme të Jeffrey Epstein, një histori që vazhdon të përndjek emërimet e reja të laburistëve në skenën ndërkombëtare.